Rama, një ditë më parë ju i bë thirrje protestuesve që të uleshit për dialog dhe të bisedonit. Por ata vijuan të protestonin në ditën e tretë përpara zyrës tuaj dhe deklaruan se pa dorëheqje nuk ka dialog. A keni ju një kundërpërgjigje për ta të cilët kanë lajmëruar sërish sot në orën 18 një tjetër protest? Dorëheqjen e kujt? Tuaj. Aha. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Zoti Kryeministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, ne patëm mundësi të njeheshim me qëndrimin tuaj pas protestës në selinë e Partisë Socialiste. Ju përmendët edhe tani agimin e artë. Sa të angazhuara kanë qenë institucionet ligjzbetuese shqiptare për të provuar nëse ka patur ndërhyrje nga shtetet huaja apo vende jo dashamirëse në Shqipërinë. Kush nuk ka kuptuar akoma këtë, nuk ka për ta kuptuar as me fjalën e agjencive ligjzbatuese, por ju e dini të paktën dihet botërisht, sepse për këtë jemi të respektuar edhe brenda NATO-s, kemi një nga mbrojtjet më të forta kundër terrorit kibernetik, dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, por natyrisht ky nuk është një territor i terrorit kibernetik, ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, për cilën kemi dëgjuar nga vende të tjera dhe e cila ka ardhur edhe këtu në vendin tonë. Janë të panumërta burimet e botës demokratike që kanë nxjerrë raporte dhe studime se si forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të saj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit, sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar vajza, djem, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës,
të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë din këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qenë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flas për shumë fusha, për shkak detyrës, të cilat nuk kam se si t'i njoh vetvetiu dhe as nuk mund të shkoj mbas Berihajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Dhe t'i thonë, unë jam një shqiptar që nuk kam të ardhura nga familja ime, dhe familja ime nuk i ka të ardhurat për shkuar në një resort luksos, pse duhet unë ta pranoj ndërtimin e resortit luksos? Dhe do marrë përgjigjen që resorti luksos prodhon të ardhura edhe për të, sepse është diçka e studiuar dhe e bazuar në fakte, e nënvizuar nga organizatat më serioze ndërkombëtare, që €1 që hyn në një resort luksos shoqërohet me 1.6 deri në €2 që hyn në ekonominë lokale të atij vendi. Se resorti luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vinë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë Malin e Zi. Dhe pyetja shumë e Mali i Zi nuk prodhon raketa, Mali i Zi nuk prodhon makina, Mali i Zi nuk ka ndonjë sektor aq të suksesshëm të teknologjisë digjitale si vendet tjera. Çfarë prodhon Mali i Zi? Cili është motori më i madh ekonomik i Malit të Zi? Turizmi. Atëherë, si shpjegohet që në Mali të Zi prej kohësh pagat janë më të lartat në rajon me diferencë të madhe? Ne kemi filluar tani që t'i afrohemi Malit të Zi, se kemi qenë mysybet në raport me Malin e Zi. Si shpjegohet që pensionet në Malin e Zi janë në një nivel tjetër? Përgjigja shumë e thjeshtë. Rezortet luksoze. Kaq e thjeshtë është. Kështu që nuk kam asnjë dilemë unë për këtë dhe nuk kam asnjë arsye që të mendoj se me vetdijen time Shqipërisë i duhet hequr qafe ky projekt.